Pse dështoi transferimi të Juventusi i Shevchenkos nga Gjakova dhe çfarë ndodhi më pas? Admir Pruthi, një emër i njohur në futbollin kosovar, lindi në çabrat të Gjakovës me pamjen që i ngjante Andriy Shevchenkos. Ai fitoi Novkën Shevchenko që në vitet e para të karrierës së tij. Në sezonin 1993-94, Pruthi e nisi rrugtimin e tij si futbollist të vllazënimit i Gjakovës. 2 vite më vonë, skautët e Juventusit erdhen në Gjakov pikërisht për të. Donë se ndeshjet luheshin në fushat e improvizuara, pasi sistemi nuk i lejonte zhvillimin e tyre në stadiume. Ata ishin të bindur në talentin e tij dhe e arritën marrëveshjen për transferimin. Në atë kohë Juventusi drejtohej nga trajneri Marcello Lippi. Madje ka pasur edhe yje si Del Piero, Trezeguet e Cannavaro, por kërkonte edhe një profil si ai i Pruthit, i shpejt dhe me cilësi të rralla. Megjithatë, transferimi dështoi për vetëm një arsye. Rregullat e asaj kohe nuk lejoheshin që lojtarët të largoheshin nga vendi para moshës 28 vjeç, edhe pse Jugoslavia atëherë ishte e shpërbër. Mirë po, Pruthi ishte vetëm 22 apo 23 vjeç. 2 vite më vonë, në vitin 1998, jeta e tij mori një kthes krejtësisht dramatike. Ai bashkë me 145 qytetarë të tjerë nga Gjakova u kap rob nga regjimi serb dhe u dërguar në burgun famkeq të Nishit, ku mbajt për 2 vite e 3 muaj duke kaluar tortura dhe maltretime të tmerrshme. Kur u lirua në maj të vitit 2001, u kthye në Kosovë, por ëndra e tij për futbollin nuk ishte më e njëjta. Megjithatë, cilësia dhe klasi i tij vazhduan të shkëlqenin. Ai luajti edhe për disa vite, duke renditur 5 herë në 10 më të mirë të vitit, në vitet 2002, 2003, 2004 dhe 2006. Pruthi me pas e mbylli karrierën me një ndeshje lamtomirëse mes lirisë dhe vllazënimit. Sot ai jeton në Gjakov me familjen e tij, larg vëmendjes së komunitetit sportiv. Fatkeqësisht, një ish yll i futbollit kosovar, i cili dikur ishte pranë Juventusit, sot punon në një punë derivatesh në Gjakov. Por kujdes, nëse rruga ju çon në Gjakov dhe ndaloni për të furnizuar makinën tuaj, dijeni se nuk po shërbeni nga një njeri i zakonshëm, por nga një yll i futbollit.